Jemi në pjesën e fundit të programit. Do të shikojmë një intervistë shumë interesante në fakt me kolegun ton gazetar Uvil Zajmi për të analizuar dhe komentuar të gjithë kampionatin e A-Biznes Superiorit dhe kombëtaren. E ndjekim dhe kthehemi në studio. Mirë, të nderuar miq, jemi në një tjetër intervistë, edhe pse ka kaluar ditë tashmë, besoj që jehona, le të themi, për ngjarje të rëndësishme sikundërisht ajo mes Shqipërisë dhe Serbisë vion, ndoshta edhe për disa javë, për nga specifika që vetë ka, por megjithatë, ne arritëm që të merrim një barazim se sa do të vlej pastaj në fund të këtij rrugtimi për kampionatin botror 2026, mbetet për të parë, pas janë edhe shumë ndeshje të tjera për të luajtur dhe shumë pikë në fushën e lojës për të marrë nga djemtë e Silvinjos. Publicisti dhe gazetari i njohur Uvil Zajmi është bashkuar me mua në këtë intervistë. Faleminderit i nderuar, kënaqësi që kemi sipërherë. Faleminderit nga ju dhe kënaqësi për teleshikuesit tuaj. Si e lexuat, zoti Zajmi, këtë ndeshje dhe patëm pika ku që duam dhe bë mirë për të prodhuar atë rezultat që doli pastaj? Ajo që do të them unë vigjile të këtij takimi, sigurisht pata emocione shumë të mëdha dhe që më riktheu në disa takime historike të futbollit shqiptar, të cilat e kam jetuar, siç është fjala e Shqipëri-Gjermani në 67-ën, Shqipëri-Jugosllavi po në atë vit, pastaj në 71-shin Shqipëri-Gjermani me Gerd Müllerin, për t'ju referuar pas viteve 80 me Belgjikën, me Poloninë, dhe që pata emocion. Edhe do të kujtoj dhe takimin me Greqinë që vinin këtu si kampion të Europës e me radhë. Pata një emocion shumë të madh. E kam ndier takimin në vigjilje, kohë përpara atë ditë dhe 90 minutat që mund t'i konsideroj jo vetëm për mua, por për gjithë ju pra, me një emocion të jashtëzakonshëm për shumë arsye. Dhe që në fund të takimit unë them që morëm një barazim me shumë vlerë, dinjitos, edhe pse kjo fjalë shpeshherë përdoren në kohën tonë, por një me të vërtetë sepse përballë kishim një kundërshtar që duhet ta themi, një kundërshtar i vështirë. Nëse Franca po marr një ekip, Anglia, janë skuadrat kanë brenda spektaklin, kanë brenda lojtarë cilësor, gjithçka. Jugoslavia në përgjithësi, futbolli jugosllav, serb, është i vështirë, i rëndë, nuk toleron, pra dhe që unë gjykoj përballë një kundërshtari të tillë me ngarkesa të jashtëzakonshme, siç ishte ajo ndeshje, ne morëm një barazim me shumë vlerë dhe ajo që thatë ju, një barazim me vlerë, një barazim që na lën të jemi pretendent, të konkurrojmë me moralin pra pozitiv, dhe që e kundërta do të ishte nëse nuk do të merri një rezultat pozitiv, një barazim, siç ishte barazimi pra, gjykoj që në skuadër, në atmosferën që rrethon mjedisin e futbollit shqiptar, kudo, do të kishte pak pesimizëm, i cili nuk do të na shërbente, nuk do të ishte element pozitiv në vazhdimsi. Jemi në garë për gjithçka pra në këtë grup ku ndodhemi, dhe që një barazim ndaj një ekipi pra me lojtar cilësor, unë e gjykoj me jashtëzakonisht me shumë vlerë. Për pa ju futur në elementet pra se si u zhvillua patjetër. Mund ta konsiderojmë këtë, zoti Zajmi, si një ndër ndeshjet ose më e mira në kuptimin e asaj që thanë lojtarët në fushë, por po ashtu edhe mënyra se si u qas trajneri Silvinjo. Ishte hera e parë që vinte me kaq shumë ndryshime nga informacioni klasik që ne jemi mësuar në ndeshjet e kaluara. Pa diskutim do ta diskutoja, do ta vlerësoja një ashtu siç thoni ju, sepse mendoni ne, që jemi pak a shumë jashtë asaj çfarë ka skuadra brenda, si e përjeton skuadra, trajneri, sa herë ka menduar veten sikur të isha unë rolin e trajnerit. Sa e vështirë do të ishte një ndeshje e tillë, pra, sepse luan me Italinë, me Anglinë, me Gjermaninë, nuk ke këtë lloj ngarkese siç ishte kjo ndeshje. Dhe në këtë rast do t'i jepja notën maksimale trajnerit për mënyrën si e trajtoi takimin. Pra se nuk ishte lehtë që në vigjilje të ndeshjes të gjejë mënyrën se si do ta trajtoje këtë ndeshje, që siç e thash, se dhe raportet në përbërje pra nga ana individuale ishin pak më ndryshe, sepse ato vinë me 7-8 lojtarë në Serie A, titullare me radhë. Por një trajtim, një interpretim dhe një administrim i lojës në mënyrë perfekte, pra do t'i jepja notën maksimale trajnerit, dhe që siç e thash pra nuk ishte lehtë dhe sa herë fantazoj mënyra ai trajner se si do ta trajtonte. Gjykoj që një nga ndeshjet më të mira që kemi bërë. Mund t'i referohem disa takimeve, siç ka qenë Shqipëria me Gjermaninë në 71-shin, një humbje me golin e Gerd Müllerit, por një ndeshje trajtuar në aspektin taktik në mënyrë perfekte. Janë disa ndeshje me Belgjikën, edhe kjo futet në një ndër
trajtimet e jashtëzakonshme të një ndeshje të një niveli të tillë. E them, e përsëris, nuk ishte Anglia, Italia, Gjermania ku ti ke mënyrën si kurse kjo ishte një ndeshje shumë delikate, e parë në shumë element që e kondiciononin, e kushtëzonin këte 90 minutësh. A kaluam në këtë, me qëse përmëndët elementet që e kushtëzuan edhe atë 90 minutëshin në loj. A ishte dhe si një loj testi ky për Shqipërinë, për thënë që ne shqiptarët jemi ndryshe në mos nga serbët, ndryshe nga të tjerë. Pra ne nuk jemi ata cilët jemi agresiv në kuptimin e veprimeve, sepse thirrjet në stadium patjetër që janë një lloj shfryrje emocionale dhe janë mëse normale kudo në botë. Por megjithatë ishte një lloj testi që dhe nëse po e kaluam këtë, e organizuam mirë. Jo e kaluam, por ishte një test jashtëzakonisht i rëndësishëm, delikat. Pra që s'duhet në krijon të asnjë lloj problemi në raport me botën, me Europën, raport me FIFA-n, UEFA-n, por raport edhe me Jugosllavinë, me Serbinë, pra me mjedisin serb, sepse pristin një farë mënyrë shikoj se çfarë mund ndodhi këtu. Dhe ky ishte një element shumë i rëndësishëm. Pra kemi lojtarë të fushë, që unë isha i sigurt sepse lojtarët janë profesionistë dhe pak mund ngacmohen nga element, jo po ky provokon, janë aq më tepër që vinin nga një kampionat në Itali, gjysma janë që njihen aty, kështu që por e parë dhe në këtë drejtim ishte një administrim i tërësishëm me notën maksimale, sepse shpesh ndeshjet janë rikthyer sot, janë kthyer edhe në një lloj tendence për të provokuar, për të nxitur, përkundrazi ai takim. Pra unë pata në fund të ndeshjes, përveç barazimit, pra unë pata ndjeva dhe një lloj kënaqësie për mënyrën se si u trajtua edhe nga spektatorët, si u administruan. Pati edhe të mërzitur, mos e harrojmë, pati edhe të mërzitur, por të hatër mbetur që patjetër besoj në ndeshje ka shumë të mëdha që 22.000 apo 23.000 spektatorë nuk mjaftojnë për të përgjigjur kërkesës. Duhet këtë ndeshje nuk administron vetëm nga Federata e Futbollit. Patjetër. Në këtë rast sa kam qenë edhe i brendshëm në farë mënyrë, janë institucionet FIFA, UEFA, policit, pra organizma të cilat nuk i kanë interes që 90 minuta të kthehen në një lloj proteste për të prishur imazhin një ndeshje. Gjykoj që prandaj nuk duhet ketë hatërmbetje. Tifozët do të rikthehen në stadium, do jenë gjithmonë të përhershëm. Kjo ishte një ndeshje, një test që duhet shkalu pra dhe në këto element. Sa ajo që tha t'ju, që edhe ka rëndësi. Në një ndeshje pra nuk mundet që tifozit të ri pa bërtitur, pa folur, pa vërshëllyer. Sot po i shikojmë që edhe himnet, ajo lloj tradite e bukur, nisin e vërshëllehen e me radhë, por që kalohen nga UEFA, FIFA, vejnë dënime, gjoba dhe deri aty mund shkojnë. Por që kjo ndeshje përmbante edhe një lloj rreziku në vetvete, por që për të qenë i sinqert një trajtim i jashtëzakonshëm në gjitha mënyrat, format, pra edhe spektatori, kështu që unë gjykoj që ta lejmë pas këtë ndeshje, barazimi, gjithçka shkoj mirë, me pak kënaqësitë e tifozëve dhe të rikthehemi ndeshjeve që do vinë. Pra patjetër. Zajmi, kam një pyetje në kuptimin jo vetëm të ndeshjes specifike, por në përgjithësi. A mendoni ju që Shqipëria ka një lider ose një shtyllë kryesore apo mbështetet më së shumti tek fryma e ekipit për të prodhuar rezultat? E analizojmë dhe kjo ndeshje. Pyetja është në vend, nuk është se kemi një lojtar të mirëfillt, 1-2-3 lojtarë që jenë lider skuadre, që do të ishte mirë të kishim, por që është fryma skuadrës, pa mënyra se si Silvinjo ka organizuar këtë lloj raporti midis lojtarëve, shikoj që nuk ka pak kënaqësira të lojtarëve, sigurisht që diku mbetet, por që në tërësinë e kësaj skuadre, unë shikoj që ka frymë të mirë, ka harmoni, lojtarët shkojnë mirë me njëri tjetrit, edhe për treguar që edhe stafi, sepse duke qenë që i njoh nga afër, është një staf i sjellshëm, i edukuar, profesionist dhe të angazhuar. Kështu që gjykoj që stafi, lojtarët, skuadra, rezultatet janë në sintoni me njëra tjetrën. Nuk gjykoj që nuk besoj që në këtë situatë një trajner tjetër, një grup tjetër mund të krijoni një atmosferë. E konsideroj pozitive dhe që duhet pra vazhduar kjo lloj tradite. Mos harrojmë që kemi të bëjmë me një trajner brazilian, me një lloj mentaliteti brazilian, që unë e kisha pak, sepse në mentalitet, edhe pse ky është i rritur në Itali, pra trajneri i Mancinit, i Mancinit, me një lloj i rritur në Brazil, me mentalitetin brazilian, por me një lloj prakticizmi të futbollit latin, pra në italian, e kisha mendoja se do ta kishte të vështirë si do ta trajtonte këtë ndeshje. Pra duhet të mbrojë, duhet të sulmonte, duhet të administronte, për 90 minuta janë shumë për të mundur të trajtuar një ndeshje, pra ndaj një kundërshtari. Përshtypje e gabuar apo hodh më së shumti në sulm, që në publikimin e informacionit. Kishte shumë mesfushor me dipare sulmuese. Unë i konsideroj pra në momentet veçanta skuadra manovroi shumë mirë taktikisht. Ju përgjigj kundërshtar. Pra, bravo, sepse thash që nëse do kishim mësuar një gol, ashtu si do të mund shënonim, raportet nesër mund të ndryshonin.
pra 90 minuta e dashur nuk kalojnë 9 minuta. 9 minuta nuk kalojnë dot, jo 90 minuta përballë një kundërshtar i cili luante për herë të parë, ndeshja parë, kërkon që të kualifikohet, pra vinte me një lloj tendence për ta marrë ndeshjen, edhe duke parë superiorin pak në aspektin individual, kështu që tani e kemi ne ndor punën, fatin një farë mënyre, sepse sot raportet edhe kanë ndryshuar, nuk është më ajo që shika. Sigurisht në teori në letër dihen potenciali një skuadre ndaj një tjetri, por në fushë raportet kanë ndryshuar. Dhe kjo është do të si pikë referimi kemi ekipin tonë që është pothuajse i barabartë me mjaft ekipet të Europës, askush nuk e ka më të lehtë, askush nuk vjen në Shqipëri përfituar si dikur, por raportet janë krejtësisht të baraspeshuar një farë mënyre, sepse edhe lojtarët tanë luajnë jashtë, kanë eksperiencë e me radhë. E sa larg shkon në këto eliminatore? Kjo kontare në këndvështrimin tuaj. Do jemi deri në minutën e fundit pretendent. Ajo që unë konsideroj pozitive është fakti që morëm një rezultat që të mban me shpresë, pra. Nuk të demoralizon, unë gjykoj që edhe në Serbi do luajmë shumë mirë. Do luajmë shumë mirë. Pra e shikoj me optimizëm, askush përveç Anglisë që teorikisht pra ka potencialin për qenë para në grup, ekipet e tjera do luajnë dhe një ndër to jemi edhe ne, dhe në mënyrë absolute do jemi kandidat pretendent. Do të thoja që me Serbin do të ishte shënuar 11 metrësh. Mërzitet në ato momente, si e përjetuat, mund të kishte alternativa të tjera, por gjithsesi. Në fundit do të them, duke qenë se u bë kohë që ndjekim sportin, futbollin me radhë, nuk është era parë që humbën 11 metrësha, i kanë humbur lojtar Roberto Baggio humbi botrorin, ne mos i rikthehem 11 metrëshave, dhe që do të ishte mirë shënoj, por sot raporti penaltive 11 metrëshave pothuajse është i barabartë, nuk kemi më dominime absolute lojtarëve, kemi portierë që presin. Pra, është kthyer si një lloj normaliteti mos shënimi i 11 metrësh. Sigurisht që do ishte mirë, nuk kuptua pse jo Aslani, pra është një debat që është pse jo Aslani dhe Mane, por ato unë gjykoj që janë zgjedhje trajnerave, nuk është zgjedhje e fushës, vendimi i fushës, ai është një vendim i marrë në dhomët e zhveshjes, në stërvitje, në provat që janë bërë, sepse mund të jesh lojtar shumë i mirë dhe tek Inter i shënon, kur vjen punën përfaqësuese në një moment aq delikat, mund të japi garanci më tepër një lojtar që është më i ftofët, më i qetë, nuk ka emocione. Pra ato kanë qenë të përcaktuara dhe që nuk dua absolutisht edhe 11 metrësh si sot është krejt normale dhe ta humbasësh për merit portierave, pra kanë ndryshuar raportet për rregullat që janë vënë në ekzekutimin e 11 metrëshave. Gjykoj që është edhe një detaj që është pjesë e 90 minutave. Patjetër. Edhe me lejen tuaj, Lizajmi, këto 7-8 minuta, diçka më pak, do të çuzoja për të folur pak edhe për Rabistes Superiore, sepse ju jeni publicistë dhe gazetarë shumë i azhurnuar, madje paraprakisht në bisedat tona kemi folur për ato koleksionet tuaja të çmuara që i keni ndër vite, por besoj do kemi raste edhe për t'i parë dhe publikus, edhe ne i kemi qejf t'i shohim, por në një të ardhme jo shumë të largët, besoj. Si e vlerësuat ju sezonin e kaluar ta Rabistes Superiore që u mbyll dhe brenda pritshmërive në kuptimin e fitores së kampionatit nga ana e Rogozhinasve? Unë do ta konsideroj një ndër kampionatet e bukura, zhvilluar me rivalitet, me garë, me skuadra deri ditën në momentin, çastet, sekondat e fundit, pra me skuadra që fitonin, që do binin. Kështu që unë e konsideroj një kampionat i rivalizuar dhe ku skuadrat morën atë çfarë dhanë në 36 javë kampionati, pra. Dhe që sinqerisht më ka befasuar, por tani nuk është më befasi, mund ta konsideroj një diçka të pranishme në futbollin shqiptar, edhe pse raportet kanë ndryshuar, nuk janë më ato tradicionalet Partizani, Tirana, Dinamo, Vllaznia, por kemi një Egnatia që nuk është më befasi, është një realitet konkret, një realitet i prekshëm i futbollit shqiptar. Më mirë kështu? Dhe absolutisht po, dhe që për të treguar se si një klub pra nga zero një farë mënyre arrin të krijojë një potencial, një skuadër potenciale, një skuadër që krijon historinë. Unë që kam arbitruar vite më parë Rogozhinën, as mund ta imagjinoje. Pra kalonim në Rogozhinë dhe kështu që më vjen jashtëzakonisht mirë. Dhe shikoj një grup unik, një skuadër që ka një lloj mentaliteti, me lojtarë të mirë, dhe askush nuk i fali asgjë. Përkundërzi, Egnatia ishte e komandonte kampionatin që në fazën e tretë, pra mund të ishte kampione në mënyrë absolute. Dhe ajo që do të them, nuk e di pse, më pëlqen me Final Four.
Të pëlqen? Më pëlqen sepse mundet që mos ishte kjo lloj formule në mars ne mund të ishim pothuajse pas një lloj emocioni se Ignaldo do të ishte përpara. Kurse kjo mirë keq na krijon një emocion në fundit një emocion sigurisht do ishte mirë të mbushin stadiumet, ka disa kritere për cilat është zgjedhur ky Final Four, por që na krijon një emocion. Emocione të cilat kemi nevojë. Dhe ashtu që ndeshjet në Final Four që janë plot emocion me spektatorin, me vendime, me ardhen e arbitrit Marciniak pra, kështu që unë gjykoj që asgjë të keqe s'ka dhe në fundit. Dhe për të vërtetë stadiumi ishte plot, ë? Absolutisht po. Dhe në fundit mos harrojmë se se u kritiku kjo formulë, në fundit gjykoj që në katërshe nuk kishte skuadër që nuk e meritoi ose për një arsye, për një moment ose për një formulë tjetër, të katër skuadrat finaliste unë gjykoj që ishin plotësisht me meritë aty. Askush nuk i mori. Ndoshta zërat kritik profesor mund të jenë në kuptimin që po sikur hipotetikisht ta fitoj vendi 4 kampionatin. Ku qëndron merita e vendit parë që ka sakrifikuar shumë dhe pastaj. Dakor, para skuadra 4. Skuadra 4 sigurisht që ka vende për kritikë, ka vende por gjykoj që edhe skuadra e vendit 4 ka luajtur deri në fund për të futur në kaçe. Kështu që edhe mundet qelloj që mund ta marrë ajo, por nuk është se sa kohë është vendosur kështu, le të respektohet gara. Po, bravo. Unë gjykoj që çdo gjë e re sjell një surprizë, ka një befasi sepse edhe kjo lloj formule na ka lodhur një farë mënyrë. Do të kërkoja një formulë tjetër për të qenë provokuese, emocionuese deri në fund, se dhe javë muaj mars ke siguru kampionatin nuk kemi, por mos harrojmë që këtu edhe lufta për mos të rënga kategoria shkoi deri në sekondën e fundit, pra siç kishim takimin Skënderbeu, Byli si e me radhë. Pra gjithë skuadrat ishin lojë dhe kjo lloj formule në farë mënyre sigur minimizon tendencën për toleruar diku, edhe pse ka ndodhur të fenomene që ndodhin, por nuk ndodhin kudo, patjetër. Dhe një befasi do të konsiderohet Dinamo, një skuadër e cila ka rigjetur vetveten, sigurisht u mërzitën nuk sepse ishin kandidat pretendent për të marrë titullin, por morën kupën e Shqipërisë. Pra, unë gjykoj që trofeet në këtë vit u ndan tek skuadrat që i merituan. Sipas meritave. Ju me të drejtë përmendët 4 skuadra tradicionale, po themi, Tirana, Partizani, Vllaznia, Dinamo. Ndërkohë, Dinamo dhe Vllaznin e ke parë që kanë qenë nivel shumë herë më të mirë se sa edhe Partizani, po kanë qenë në nivel më të mirë se sa Partizani dhe Tirana. Një koment për Tiranën, për mënyrën se si shkoi deri aty, pra ju e përmendët pak më herët që deri në frymëmarrjet e fundit ishte një lloj dileme se çfarë do të ndodhë, do të jetë. Ajo që pretendoj unë se Tirana skuadra që kurse si nuk do të humbi asnjë lloj momenti për mos qenë protagoniste pra kurse Tirana këtu po themi në fillimin e fazës së dytë diçka të tillë ishte larguar nga çdo lloj pretendimi dhe luante çdo javë për mos të rënë nga kategoria, pra ishte pretendimi vetëm pastaj. Pra kjo është një përgjegjësi absolute e drejtuesve të klubit, e lojtarëve se nganjëherë vjen në faja drejtuesit, po jo pra në përgjithësi e gjithë klubit mënyra si u administrua, si u trajtua dhe kurse si ky klub nuk do të jetë protagonist në çdo sezon. Pra pavarësisht se unë them Tirana, Partizan, Dinamo të 3 ditës, por duke qenë që kemi Ignatin, duke qenë që kemi Vllaznin, pra skuadrat të cilat këtë vit do kemi dhe Vorën. Më kanë thënë që është një skuadër simpatike për t'u parë, por që sepse mos harrojmë që to duhen skuadrat e traditës një farë mënyre, i shërbejnë në rivalitetit, garës, Tiranës, spektatorëve, kampionatit. Por nëse Tirana prodhoi dhe më shumë tifozëri. Dhe merdi mirë që Tirana mundi të shpëtojë. Fati që me një skuadër e cila e kishte siguruar dhe kur një skuadër ka siguruar timi të ndërgjegjshëm që nuk e karikon dot skuadrën maksimalisht për të luajtur, pra por nëse do kishte një ndeshje të vështirë, Tirana do ta kishte jashtëzakonisht, nuk do ta kishte të lehtë. Pra tashti iku ajo, përgatitemi sezonin që vjen dhe që patjetër me Tiranën duhet sepse thash kemi traditën, ne dëshira tifozligu jon ka kohë që nuk ekziston më, por ne duam garë, rivalitet, të shkojmë të shikojmë pra dhe që një skuadër e mirë do të thoja në këtë kampionat, një skuadër e mirë ishte edhe skuadra e arbitrave, në përgjithësi gjykuan mirë, sepse edhe i harrojmë shpesh, por në mbarvajtjen e kampionatit janë dhe arbitrat dhe gjykoj që ishin një element pozitiv, pra edhe pse sot sistemi VAR e ka minimizuar gabimet, nuk lë më gjë dorë të arbitrave për të marrë vendimet madhore, por sidoqoftë duke qenë pjesë e një 90 minutë, i konsideroj një element pozitiv në këtë kampionat. Besonin performancë të mirë kupat e Europës të Shqipërisë, sa është rritur niveli përfaqësimit tonë atë? Shpresoj që po. Por ajo që do të themun, kërkohen pak në këto kupa diçka më cilësore.
sepse shikojmë dhe kundërshtarët që do jenë, sigurisht, por që kërkohen pak në një lojtar cilësor që të bëjë diferencën. Them që sidomos te Ignatia kam shpresë, po kështu edhe ke Dinamo. Ke Dinamo kam shpresë sepse kanë edhe president ambicioz, president që kërkojnë, tentojnë, president që janë dhe nga ana financiare janë mirë pra, dhe që pasionant. Shpresoj që të kërkohet maksimalisht për kapin rezultatin sa më të mirë. Shanset mundësit janë sepse në turët e para ekipet kundërshtare nuk janë të niveleve që vinë me një lloj autoriteti, por që janë niveleve të barabarta dhe që me këto duhet luajtur në mënyrë duhet tentuar pa për t'i eliminuar. Ajo që unë do të thoja për kampionatin që vjen do të ishte që një element detaj shumë i rëndësishëm është që rikthimi i skuadrave në stadiumet e tyre. Për këtë jam pak kritik sepse shumë ndeshje, 1% e konsiderueshme zhvillohen jashtë Tiranës, skuadrat nuk i zhvillojnë qytetin e tyre, kur mos harrojmë që ndeshjet zhvillohen për spektatorin, pra për ka shumë element kur ndeshja zhvillohet. Pra nuk mundet që Dinamo të zhvillojë ndeshjet jashtë, Tirana të zhvillojë ndeshjet jashtë, Partizani edhe pothuajse edhe Partizani, pra do doja që një farë mënyrë të zgjidhej sa më shpejt ky lloj raporti i skuadrave me stadiumin dhe qytetin. E qartë, nuk po i mbaj më shumë Zajmi dhe pse do të donim, pasi intervistat me ju kemi me pikatorë për shkak të angazhimeve tuaja, jo për arsye. Faleminderit, jam vime kënaqësi. Kënaqësi vërtet edhe për ne. Faleminderit që ishit me Faleminderit nga ju. Në Ora News. Faleminderit dhe ju nderuar miq që na ndoqët. Mirë, ishte gjithçka për këtë mbrëmje të sotme dhe të fundit për këtë sezon. Patjetër ju falenderojmë që na keni besuar për të marrë informacionet e duhura dhe të sakta nga bota e sportit, e futbollit më së shumti, por e gjithçka tjetër dhe s'na mbetet gjë tjetër veç se t'ju falenderoj. Faleminderit dhe ishte shumë në fakt shumë kënaqësi të ishim dhe të transmetonim çdo informacion lidhje me sportin. Ne ritakohemi sezonin tjetër. Natën e mirë.